Jordan Peterson, 12 rregulla për jetën. Rregulla 1. Rri drejt me shpatullat dyst mbrapa. Gaforet dhe territori. Po ti si shumë të tjerë, zorë se trimendja fort te gaforet, veç në qofsh duke ngrënë ndonjë prej tyre. Gjithsesi këto krustace interesante dhe të shishme kanë hak t'i marrësh në vështrim. Sistemi i tyre nervor është krahasimisht i thjesht me neurone, qelizat magjike të trurit, të mëdha dhe lehtësisht të vrojtueshme. Është pikërisht për këtë arsye që shkencëtarët ja kanë dalë të ndërtojnë me përpikmëri të lartë skemën e qarkut neural të gaforeve. Kjo pastaj na ka ndihmuar të kuptojmë strukturën dhe funksionin e trurit dhe sjelljes së kafshëve më komplekse, përfshirë këtu dhe qenet njerëzore. Gaforet kanë shumë më tepër të përbashkëta me ne nga se sa mund të ta marrë mendja. Gaforet gjallojnë në dy shemene e oqeanit. Ju duhet një bazë banimi aty poshtë, një truall ku mund të gjuajnë dhe të rëmojnë për gjithfarë grimcash e dromcash të ngrënshme që vërshojnë të poshtë prej kausit të kërdisë e batërdisë që s'ka të mbaruar atje sipër. Ka nevojë për një bazë ku të ndihen të sigurta dhe ku gjuhet ja t'u shkojnë mbrodh. Pra, duan të kenë një shtëpi. Mirë po, duke qenë se gafore ka sa të duash, ngre kryhet një problem. Po sikur dy prej tyre të zaptonin një herazi të njëjtin territor në fund të oqeanit, nga që të dyjave ju këndët të jetojnë mu aty, po sikur të ketë me qindra gafore që rreken njësoj të ndërtojnë jetesën e të krijojnë familjen, po tek e njëjta fashe mbi populluar rëre dhe mbeturinash, edhe të tjera gjallësa kanë këtë problem. Për shembull, zogjt këngëtar, me të mbritur në veri, aty nga pranvera, janë nisin kaca fytjeve të përgjakshme territoriale. Këngët e tyre që tingëllojnë aq të pashme dhe të bukura për veshin njerëzor, s'janë veç se klithma dhe piskama, sirenash për dominim. Një zog me muzikalitet të shkëlqyer, s'është veç se një luftëtar i vogël që rreket të shpalos sovranitetin e vet. Të marrim Cinzamiun, për shembull, që është një zog këngëtar piciruk, trimoshe insekt ngrënës, më së i zakonshëm në Amerikën Veriore. Një Cinzami i porsardhur ka nevojë për një vend të sigurt ku ta ndërtoj folen larg erës dhe shiut. Ai dëshiron që ky vend të jetë jo vetëm pranë ushqimit, por dhe tërheqës për çiftim potencial. Synon gjithaq dhe t'ju mbush mendjen konkurrentëve, që kush e di ja kanë vënë syrin atij territori që të mos qasen. Shpendët dhe territori. Kur isha 10 vjeç, bashkë me Timat, ndërtuam një folet për një familje xinxaminsh. Në formën e një kargoje Conestoga, foleja e kishte hyrjen sa një monedhë metalike $1. Pra ishte një foles tamam për Cinzamin, trup vegjël dhe jo për zogj më të bëshëm që s'do t'i nxinte dot hyrja. Fëqinja ime, që ishte pak më e madhe se unë, kishte dhe ajo një foles zogj të cilën, po ne e patëm sajuar rrotull pa asaj kohe, prej një çizme të vjetër gome. Kishte një vrim hyrse, pa aq sa të nxinte një zog me madhësinë e gushkuqit, dhe ajo mezi shpriste ditën kur zogu të hynte. S'kaloi gjatë dhe shtëpizën tonë na e pikasi një Cinzami që u reatua aty sa kaq. Në tyr të pranverës e dëgjonim tek jamerte vikamës së tij të shtruar që s'kishte të pushuar. Me të ngritur folen e vet brenda karrës së mbuluar, Qiraxhiu ynë nisi sa kaq të shpjerë gjithfarë thuprash të vogla në çizmen e fqinjës tonë aty pranë. E mbushi cit, aq sa asnjë zog tjetër, sado i madh ai vogël t'ishte, s'mund futej dot brenda. Fqinjës tonë si erdhi hiç mirë nga kjo prit bllokuese, por s'kishte ç'të bënte. Po ta heqim folen prej aty, tha i mat, po ta pastrojmë e ta vendosim sërish lart në pemë, Cinzamiu ka për ta mbushur sërish për plot me shkopinj. Këta vërtet janë të veckël dhe të lezetshëm, por janë amat pa mëshirshëm. Qëlloi që dirmrin para ardhës, theva këmbën duke bërë ski. Ishte era e parë që rëshqisja te poshtë mbi faqen e një kodre dhe kisha marrë ca të holla prej një police sigurimi shkollore që dikur e kishin krijuar enkas për t'ju ardhur në ndihmë fëmijëve të ngratë të ngafët si unë. Me paratë që fitova bleva një magnetofon me kaset, një risi high-tech për kohën kjo. I mat më sugjeroi të ulesha në livadhin prapa shtëpisë, të regjistroja këngën e Cinzamiut, të dëgjoja, të regjistrua dhe më pas të prishja se çfarë do të ndodhte. Ashtu bëra. Dola jashtë në nrezet e ngrohta të diellit pranveror dhe regjistrova për ca minuta një Cinzami tek shpallte si ndërkryer pretendimin e tij territorial me anë të një kënge.
Fill pas kësaj e lash të dëgjonte zërin e vet. Papritur, ai zogi vogël, sa 1/3 e një arabeli, nisi të sulej pikjat, sa mbi mua, sa mbi kasetofon, duke çukitur ku të mundte, vetëm ndoca pak centimetra prej altoparlantit. Hasnim shpesh në sjellje të tilla, madje edhe kur nuk e kishim regjistruesin me vete. Po të kuturiste ndonjë zog më i madh, qoftë dhe sikur të rinte në ndonjë pemë rrotull foles, gjasat ishin që Cinzamiu, yn kamikaz, ta shempte për tokë, pa një, pa dy. Ta dihet që Cinzamin dhe gaforet janë krejt të ndryshëm për njëri tjetrit. Gaforet s'fluturojnë, as këndojnë, dhe as nuk kapen dot si grep në përpem. Cinzamint kanë pend, jo zhguall të ngurt, nuk marrin dot frymë në ujë, aq më pak nuk shërbehen të tiganisur mbi gjalt në pitruez. Megjithatë, në disa rrafshe të rëndësishme janë gjithsesi të ngjashëm. Sa për të marrë një shembull, të dy këta kërkojnë krye ngultazi, status dhe pozitë hierarkike, si kundër dhe shumë krijesa të tjera. Zoologu dhe psikologu krahasues norvegjez, Ebbe, ka vërejtur në vitin 1921, se deri edhe pulat më të rëndomta të kopshtit i përmbahen një rendi çukitjeje. Në botën e pulave të dihet kush është kusht, ka rëndësi vendimtare për mbijetesën e cilës do prej tyre, sidomos në kohë mungesash. Pulat me akses të privilegjuar të ushqimi që shpërndahet në obor për çdo mëngjes janë pulat me status prej personazhi VIP. Pas tyre vijnë ato që janë vend dytë, parazitët shoqëror dhe arrivistët që duan nisin shkallët. Dhe vetëm pastaj u vjen radha atyre që janë në vend të tretë e kështu me radhë. Deri te pulat e lerosura, pendërënat dhe trup çukiturat e rjepura që zën shtresën më të poshtme dhe më të përbuzur të hierarkisë së pulave. Pulat, si banore periferie që janë, jetojnë bashkësi. Zogjt këngëtar, sikurse Cinzamint, nuk jetojnë në kolektiv, por dhe ata gjallojnë gjithaq në hierarki dominance, paçka se ashtu si territori, kjo është më e shtrirë dhe e gjerë. Zogjt më finok, më të fortë, më të shëndetshëm dhe më fatlum, zaptojnë territorin e klasit të parë të cilin e mbajnë duke i dalë zot. Dhe mu për këtë arsye ata kanë dhe më shumë gjasa të joshin partner seksual të kalibrit të lartë dhe të kenë pinjoll të shëndetshëm e mbijetues. Po t'ishin mbrojtur nga era shiu dhe grabitqerët, si dhe po të kesh mundësi të gjesh ushqim të mirë, ekzistenca bëhet më e lehtë. Territori pra ka rëndësi dhe pak dallim ka midis të drejtës territoriale dhe statusit social. Shpesh kjo është çështje jeta-vdekje. Sa herë që një smundje infektive prek në një mahall të mirë shtresëzuar zogj shkëngëtar, dhe janë zogjt më pak dominant dhe më të stresuar, pra ata të shtresave më të ulta të botës së shpendëve, që sëmuren më lehtë dhe ngordhin. Kjo është pa që vërtet dhe për mahallët e njerëzve sa herë që viruset e gripit të shpendëve vërshojnë mbi planet. Të vobektit dhe të stresuarit janë ata që smundja i fshin më shpejt dhe në shifra më të larta se tjerët. Janë po këta që janë gjithashtu dhe më të prekshëm prej smundjeve jo infektive, si kanceri, diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Kur aristokracia merr të ftohur, siç thuhet, klasa punëtore vdes nga pneumonia. Nga që territori është me rëndësi dhe vendet e mira janë gjithnjë me pakicë, orvatjet e kafshëve përgjitur territor mund të kthehen në burim konflikti. Konflikti nga ana tjetër sjell me vete një tjetër problem. Si munden palët kundërshtare të fitojnë ahumbasin pa vuajtur pasojat e një kostojeteje të lartë. Kjo pyetje ka veçanërisht rëndësi. Përfytyro dy zogjë që ngriden për një territor ku secili dëshiron ta ngrejë folen. Ndërveprimi midis tyre mund të degenerojë fare lehtë në përmbledhje mirëfilli fizike. Në rrethana të tilla, njëri prej zogjve, zakonisht ai më i madhi, ka për të fituar, mirë po ka mundësi që dhe fitimtari vet të dalë i sakatuar prej dy luftimit. Dhe kjo do të thotë që një zog i tretë, një sehirxhi dinake i padëmtuar, ta përlaj për vete territorin në mënyrë oportuniste. Një duke e mposhtur kështu fitimtarin tashmë u lok. Një bitisje e tillë e punëve i bie që të jetë ujdi krejt par leverdi për të dy zogjt e parë. Neurokimia e disfatës dhe fitores. Kimia e trurit të gafores së mundur ndryshon krejt prej asaj të gafores fitimtare. Kjo vjet re në qëndrimet e tyre relative. Nëse një gafore ka vetbesim e nëse ndihet e tutur, kjo varet nga raporti i dy substancave kimike që rregullojnë komunikimin ndërmjet neuronëve të gafores, serotonina dhe oktopamina. Fitoria e rrit praninë e serotoninës në raport me oktopaminën.
Një gafore me nivelet larta serotonine dhe nivelet të ulta oktopamine sillet me kapadajllëk, duke u hequr me të madh mes butakësh të tjerë, pa dënjuar të lëshoj pe kur e sfidojnë. Kjo për arsye se serotonina ndihmon në rregullimin e epshmërisë trupore. Një gafore e epshme i ndez gjatimet në mënyrë që të duket e gjatë dhe kanosëse si Clint Eastwoodi në një western italian. Kur një gafore me betejë të sapo humbur ekspozohet ndaj serotoninës, ajo fillon të shtriqet, nis të bëj karshillëk fitimtarëve të mëparshëm dhe lufton më gjatë e më fort. Medikamentet që jepen me recetë mjeku për njerëzit e depresionuar, të cilat njihen me termin inhibitor të riabsorbuar të serotoninës selektive, kanë po ato efekt si kimik dhe në sjellje. Madje një prej demonstrimeve më mahnitse të vijimësisë evolucionare të jetës mbi tokë tregon që Prozacu ja del të ngrej lart deri dhe humorin e gaforeve. Raporti serotoninë lart oktopamine ulët karakterizon fitimtarin. Konfiguracioni i kundërt neurokimik, pra një përpjestim i lartë i oktopaminës ndaj serotoninës, përfiton gafore me pamje prej të munduri, të kruspullosur, të frenuar, të ligështuar e si të tulatur, që ka më fort gjasa të endet e strukur cepave, e gatshme t'ja mbath nga syt këmbët me të pikasur shenjën e parë të andrallës. Serotonina dhe oktopamina gjithashtu rregullojnë refleksin e bisht-tundjes, që shërben për t'i dhënë gafores shtytje të menjëhershme prapëtazi, në rast se i duhet të marrë aratin. Por, kur kemi të bëjmë me një gafore të mundur, lypset fare pak provokim për të përfituar një refleks të tillë. Një eko e kësaj sjellje mund të shihet te refleksi i theksuar i trembjes, që është karakteristik për ushtarin ose fëmijët që i kanë rrahur e që vuajnë nga çrregullimi i stresit post-traumatik. Të gjitha vashat. Gaforet femra, të cilat gjithashtu luftojnë fort për territor gjatë fazave të caktuara më mësore të ekzistencës së vet, ja vën syrin sa kaq më të mirit të djelmoshave, të cilit pastaj i ngjiten prapa menjëherë. Sipas mendimit tim, kjo është strategji e shkëlqyer. Madje është një strategji që përdoret edhe prej femrave të shumë specieve të tjera për fshir njerëzit. Në vend që të marrin përsipër punën erzorshme për llogaritse, që lypset për të pikasur mashkullin më të mirë, firmat e transferojnë zgjidhjen e problemit te përllogaritjet thuajse kompjuterike të hierarkisë së dominancës. Ato i lën meshkujt kacafyten mes tyre dhe pastaj i vjelin parëmuret duke ja nisur prej ajkës lart në maj. Kjo është pak a shumë pikërisht ajo çka ngjet me çmimet në tregun e letrave me vlerë, ku vlera e çdo kompanie përcaktohet prej garës mes të gjithave. Kur femrat bëhet gati për të zhvoshkur zhguallin dhe zbuten paksa, janë gati të riprodhojnë. Nisin t'i vinë rrotull vendit ku rri gaforia dominante mashkull dhe lëshojnë aroma ndjellëse dhe afrodiziak në drejtim të tij me qëllim që ta tundojnë. Të qenët luftarak e ka bërë mashkullin të suksesshëm dhe ai mbase fillimisht ka për të reaguar në mënyrë dominante dhe të vrazhd. Për më tepër është trup madh, i shëndetshëm dhe i fuqishëm. Pra s'është puna që let që t'ja kthesh vëmendjen prej dy luftimit te parëzimi. Mirë po nëse femra dita nga shënjej si duhet, ai ka për të ndryshuar sjelljen karshi saj. Kjo është gaforia ekuivalente e 50 hijeve të grejt, libri me lidhje të thjesht më shpejt i shitur të gjitha kohërave. Për ta thënë ndryshe, e gjitha kjo s'është veç ilustrimi i fabulës të përjetshme të romancës arketipike, Bukurosha dhe Bisha. Ky është një model sjellje vijimisht i përfaqësuar në fantazitë letrare eksplicite seksuale, të cilat të gratë janë paq popullore sa që janë dhe imazhet provokative të grave lakurisht e burrat. Megjithatë, duhet vënë në pas se thjesht fuqia fizike nuk është bazë e qëndrueshme ku të mbivendosë dominanca afatgjat, sikurse ka ngulmuar fort që ta vërë në dukje dhe primatologu holandez Frans de Waal. Ndër grupet e shimpanzeve që ai studioi, vuri re se për meshkujt që rezultuan të suksesshëm në kohë afatgjat zotësia fizike lypsej të përforcojë dhe me atribute të tjera më të sofistikuara. Tek e fundit, për të mposhtur qoftë edhe despotin më mizor të shimpanzeve, mjaftonin dy kundërshtarë të cilëve do t'u takonte të përballeshin mesatarisht me 3/4 e masës secili. Si rjedhim, i bie që meshkujt që qëndrojnë më gjatë në maj janë ata që dinë të formojnë koalicione reciproke me brazerët statusulët dhe që tregojnë përkushtim ndaj femrave të grupit dhe të vegjëlve. Rituali politik i puthjes së foshnjeve është për një mend miliona vjeçar.
Mirë po gaforet janë krahasimisht primitive, kështu që për ato elementet më të thjeshta e kryesore të së bukurët dhe bishës mjaftojnë. Sa po ta ketë ma gjepsur bishën paq, femra e suksesshme, gjithnjë për gaforen e kam fjalën, pra flak teshat tutje. Zhvoshk guackën, duke e bërë veten rrezikshmërisht të butë, të prekshme dhe gati për i prodhim. Në çastin e duhur, mashkulli, tashmë i konvertuar në dashnor të përgjëruar, depoziton paketën e spermës në rezervuarin përkatës. Më pas, femra që sillet aty rrotull, ngurtësohet disi për 1-2 javë, një tjetër fenomen ky, jo kreti pa njohur ndër qeniet njerëzore. Ajo kthehet në vendbanimin e saj menge, e mbartur me vezë të fekonduara. Prej këtij çasti, një tjetër femër do të orvatet të bëjë të njëjtën gjë dhe kështu me radhë. Mashkulli dominant me qëndrimin e trupit drejt dhe besim plot, jo vetëm që zapton terrenin më cilësor për vendbanim dhe ka në zotërim trojet më të përshtatshme për gjuhëti, por shtje në dorë dhe të gjitha vashat. Pra është eksponencialisht më me bereqet të jesh i suksesshëm, nëse je gafore, për më tepër mashkull. Përse gjitha kjo është me vend për të diskutuar këtu? Për një varg arsyesh, pa përmendur ato që janë komikisht krejt dukshme. Së pari, ne e dim se gaforet në një forma një tjetër, kanë qenë këtu për më shumë se 350 milion vjet. Është periudhë jashtëzakonisht e gjatë kjo. 65 milion vjet më parë kishte ende dinozaur. Është kjo një e kaluar pa imagjinueshmërisht e largët për ne. Për gaforet, nga ana tjetër, dinozaurët ishin veçse nuvorish, që u shfaqën dhe u zhdukën për një kohështrirje aq të gjatë sa gati vetë përjetësia. Kjo do të thotë se hierarkitë e dominancës kanë qenë në thelb tipar permanent i mjedisit, kundrejt të cilit është përshtatur çdo formë e jetës komplekse. Në një periudhë sa 1/3 e 1 bilion vjetëve më parë, truri dhe sistemet nervore ishin krahasimisht të thjeshta. Gjithsesi, ata e kishin ndërkaq strukturën dhe neurokimin e nevojshme që duhet për të përpunuar informacionin që ka të bëjë me statusin dhe shoqërinë. Rëndësia e këtij fakti zor se mund të mbivlerësohet.